e nderuar drejtuese seancës, të nderuar qytetar, të dashur deputet. Sigurisht që akti normativ që diskutojmë sot është një akt i rëndësishëm dhe në kuadër të fushës përgjegjësisë së Ministrisë së Punëve të Brendshme. Dhe pa diskutim që me hapësirën fiskale që krijon ky akt normativ, do të arrim të bëjmë të mundur që të kemi më shumë mbështetje për të gjithë institucionet e Ministrisë së Punëve të Brendshme, duke nisur nga Policia e Shtetit, te Garda e Republikës dhe te të gjithë institucionet e varësisë. Sigurisht, Policia e Shtetit bën të mundur që nëpërmjet 1.3 miliard lekëve të vendosura në dispozicion me këtë akt normativ, të vijojë të mbështesë efektivët e saj për punën e jashtëzakonshme të kryer gjatë sezonit veror, një sezon i cili përgjatë vitit 2025 u mbyll me 0 akte kriminale, kjo dhe fal punës dhe përkushtimit të punonjësve të Policisë Shtetit, por ndërkohë të vijojmë të mundsojmë edhe rritjen profesionale të tyre nëpërmjet mbështetjes së Akademisë së Sigurisë. Sigurisht dhe Garda e Republikës do të vazhdojë të marrë mbështetjen e saj dhe ky akt normativ bën të mundur që të vijohet akoma më shumë me të gjithë punët e mira që kemi nisur. Dua ta shfrytëzoj këtë mundësi edhe për të thënë 2 fjalë për atë që është edhe temë dite apo që u diskutua në fillim të hapjes së kësaj seance dhe pikërisht me protestën që u zhvillua ditën e shtunë dhe rolin e Policisë Shtetit në këtë protestë. Do më duhet ta cek, sepse është patjetër një diskutim i cili u bë këtu duke përbaltur punonjësit e Policisë Shtetit dhe sigurisht si drejtuese e Ministrisë së Punëve të Brendshme kam detyrimin e parë moral, por edhe politik, për të garantuar të gjithë qytetarët që Policia e Shtetit e kreu detyrën e saj më së miri dhe me përpikmëri. Dua të jem e qartë kur them që Policia e Shtetit nuk ushtroi dhunë ndaj protestuesve. Ajo që ndodhi ishte që policia u përball me dhunë. Gjatë tubimit të thirrur nga opozita, punonjësit e Policisë Shtetit, dhe për këtë jemi dëshmitar të gjithë, u sulmuan me molotov, me lëndë piroteknike dhe sende të forta në zemër të kryeqytetit para institucioneve publike të rëndësishme. Dhe si pasojë e këtyre akteve, pati dhe lëndim, 11 punonjës policie u lënduan dhe u trajtuan pranë strukturave spitalore. Policia e Shtetit ka vepruar në përmbajtje të plot të rregullave, të ligjit, të standardeve, të profesionalizmit, ka bërë thirrje të vazhdueshme për ndalimin e dhunës dhe për ruajtjen e karakterit paqësor të protestës, dhe vetëm pasi këto thirrje u shpërfillën, rreziku për jetën e punonjësve të policisë u bë evident, atëherë institucionet dhe qytetarët gjithashtu ndihen të kërcënuar në këtë situatë, u ndërmorën masa për shpërndarjen e turmës sipas parashikimeve ligjore dhe procedurave standarde operacionale. Akuzat se policia ka përdorur forcë të tepruar apo mjete përtej nevojës janë të pavërteta dhe të pabazuara. Çdo veprim është kryer mbi parimin e proporcionalitetit dhe domosdoshmërisë, ashtu siç e kërkon ligji dhe standardet për ruajtjen e sigurisë publike. Dua të theksoj edhe diçka tjetër shumë të rëndësishme, e themi gjithë këtu me radhë, e drejta për protest është një drejtë kushtetuese dhe e pacënueshme për çdo, por dhuna nuk është një drejtë politike. Hedhja e molotovëve, sulmi ndaj policisë dhe institucioneve nuk është protest, është shkelje e ligjit dhe e cënimit të rendit demokratik. Sot të gjithë duhet të kemi guximin politik për të dënuar dhunën dhe për të mbrojtur rendin, ligjin, sigurinë publike dhe jo të mbrohen autorët e dhunës apo më keq akoma të hidhen akuza ndaj punonjësve të Policisë së Shtetit, të cilët kryen detyrën e tyre. Policia do të vazhdojë të jetë në shërbim të qytetarëve, të ligjit, të rendit, pa u ndikuar nga presioni politik dhe pa u mbrapsur përballë dhunës. Dua të ndalem gjithashtu edhe tek një rast që është diskutuar së fundmi, edhe për të përdorur opinionin publik, edhe për të bërë manipulim politik dhe emocional patjetër, rastin e shoqërimit të një të mituri. Faktet janë këto dhe janë lehtësisht të verifikueshme nga të gjithë. Gjatë veprimeve të Policisë së Shtetit, siç e ka bërë të ditur dhe në deklaratat e saj për media, për parandalimin e sjelljeve të rrezikshme në tubimin e 24 janarit, shërbimet kanë konstatuar një të mitur duke gjuajtur me gur dhe sende të forta në drejtim të punonjësve të Policisë së Shtetit. Për këtë arsye dhe
me qëllim të vetëm sigurinë, për të mbrojtur jetën e punojësve të policisë, por dhe vetë të miturin, ai është marrë për verifikime ashtu siç e parashikon ligji. Nga verifikimi rezultoi se bëhet fjalë për një shtetas 14 vjeçar dhe dua ta them qartë dhe pa asnjë ekuvok. I mituri në asnjë moment nuk është trajtuar në mënyrë të palishme apo çnjerëzore. Ai nuk është mbajtur kurrë në ambientet e përbashkëta me persona të rritur, të ndaluar apo të shoqëruar, por ka qëndruar në një ambient të posaçëm dhe të përshtatshëm për të trajtuar me kujdes të plot në përputhje me rregullat, me parimet dhe me standardet e garancisë ligjore për mbrojtjen e të miturve. Menjëherë pas mbërritjes së përfaqësuesit ligjor, i mituri është lënë i lirë. Askush, sigurisht që të nderuar deputet, të nderuar qytetar, nuk është mbi ligjin. Askush nuk duhet i përdor fëmijët për buroj politike për të justifikuar dhunën. Të gjithë bijem dakord që demokracia nuk ndërtohet me molotov, me sulme ndaj institucioneve dhe punojësve të policisë së shtetit. Kush nxit dhe përdor dhunë duhet të mbajë përgjegjësi penale dhe politike patjetër. Policia e shtetit ka për detyrë të garantojë rendin, sigurinë dhe mbi të gjitha të mbrojë jetën e qytetarëve, pa diskutim jetën e të miturve, përfshirja e të cilëve në asnjë rast nuk legjitimohet dhe nuk i shërben askujt, as shoqërisë edhe aq më tepër forcave politike që dëshirojnë të vinë në pushtet përmes dhunës. Shumë faleminderit. Lapanjozët dhe këta lapanjozët duhet përplasen, duhet përballen me drejtësinë. Këta nuk ka as parti politike që i merr në mbrojtje, sepse zotrote dhe kushdo tjetër që ju ushqen ata me para, për të goditur institucionet duhet mbash përgjegjësi. Dhe kjo parti politike duhet të distancohet nga dhuna kundër institucioneve. Kjo parti politike bashkë me një matuf i cili duhet marrë përgjegjësi për këtë lloj inspirimi. Dhe lëri këto dënglati se bën si qeshara këtu, sepse ti ke qenë ai që ke bërë kallëzimin. Ti ke bërë kallëzimin për këta 18 që përmenda unë. Sigur se ke bërë edhe kallëzimin për Belind Kolliçin. Sigur ke bërë kallëzimin për Edmond Spahon, për Kongresin Madhështor të dhjetorit të 2021-shit. Unë jam ai që jam, edhe e kam për nder, kurse ti do të mbash përgjegjësi për çfarë mban para, çfarë mban mbrapa, sepse njerëzit mbajnë përgjegjësi për fytyrën e vet. Dhe mbajnë përgjegjësi edhe për gjithçka firmosin. Kryetar grupi që ka çuar për djegje penale nën kryetarin e grupit. Kryetar grupi që ka firmosur kallëzim penal për nën kryetarin e grupit. Ja ky është. Edhe zoja kryetare e kuvendit, nëse ke mundësi ta bësh detyrën, unë mendoj që duhet ta bësh, ose tani është një zhurmues që nuk le ka një nen aty në rregullore. Ju lutem. Zoti Bardhi, të respektojmë. S'po flas dot, s'po marr dot. Nuk do. E nderuara kryesuesi i seancës, të nderuar koleg, ndryshe e kisha konceptuar diskutimin në këtë seancë, por pas fjalës së ministres së Brendshme dëshiroj që të shprehem ndryshe. Me gjithë respektin institucional, zonja ministre, ishit e pranueshme. Nga koncepti politik, nga këndvështrimi njerëzor, po se po, duke qëndruar poshtë flamurit të Bashkimit Evropian edhe më keq. Nuk mund të vini dhe të justifikoni dhunën brutale të ushtruar nga policia. Dhe më vjen keq që detyrojmë ta përmend një nga viktimat e asaj dhune është edhe folësi nga ky podium, që nuk ishte me vete asnjë çakmak. Duhet të jepni llogari se jeni kapur me dashin e kopes në kuriz duke vjedhur si shtok populli. Keni hedhur gaz lotëshjellës të skaduar. Është krim. Ne i mbanim si dëshmi në përgjepa
bombolat e gazit losjedhës që hodhën forcat tuaja, dhe në vend që të kërkoni një ndjes, të vini përpara përgjegjësisë, zinxhiri komandus që dhanë këto urdhra të papajtueshëm me ligjin dhe me kushtetutën, juve vini për të bërë kryetarin e grupit tuaj parlamentar të nënqesh nga mos kuptimësia e situatës së krijuar nga sjelljet e tilla. Nuk është era e parë. Është vënë re se individ dhe segmente të forcave të sigurisë kanë devijuar nga detyrat e tyre kushtetuese. E kemi vënë re edhe në sallën e kuvendit, ku përtej respektit për shumicën e pjesëtarëve të gardës, duhet të theksoj se disa prej tyre ngatrojnë cilësinë e pjesëtarit të forcave të sigurisë në atë të militantit partijak, duke u kundërvënë në mënyrë individuale dhe personale parlamentarëve të këtij vendi. Prandaj, ju lutem, të gjithë kemi një parti nëpërmjet së cilës vim në parlament. Po këtu në parlament, pavarësisht se jemi me përkatësi partijake, pavarësisht se dikush ju ka emëruar në këtë qeveri, vim me një ndërgjegje dhe kemi detyrimin përballë kushtetutës, përpara se çdo detyrimi ndaj kujtdo tjetër. Prandaj do të lutesha reflektoni, sepse jeta politike në një vend nuk mbaron me një mandat qeveritar apo me 2 mandate parlamentare. Shikoni një nga ish pararendës si tuaj në atë post, ka iku me epitetin e kimikut nga kjo sallë. Me këtë dëshironi të ikni edhe juve. Aq më tepër që jeni edhe një zonjë. Që kur një fëmijë 14 vjeçar, që nuk mund të manipulohet nga askush, del dhe thotë se është përdorur dhunë, më kanë gatuar forcat policore në kokë, juve na thoni se është shoqëruar në bazë të gjitha rregullave në një moment që duhet urgjentisht, sapo e pat në media televizive, të kishit urdhëruar kontroll administrativ në rastin më të mirë. Zonja dhe zotërinj, diskutojmë një akt normativ i cili tregon çfarë? Se ne jetojmë në një situatë ku qeveria improvizon. Do dali dikush se kanë shprehje në majtë gjuhës, po kjo ndodh në çdo vend evropian. Po, kudo mund të rishikohen buxhetet. Po jo aq herë sa e rishikoni juve buxhetin në harkun e një viti. Dhe shikoj, dhe do dëshiroja të ishte ashtu. Një ekonomi në lullëzim, shifrat më të larta të rritjes ekonomike, një buxhet nga më të ultit. Cili është qëllimi i ekonomisë? Janë shifrat? Janë tregusit? Apo është mirëqenia e qytetarëve? Le të shohim 2 aspekte. I ka përmendur kolegi e nderuar zonja Tabaku në vazhdimësi, më lejoni ti përsëris. Cila është e ardhura për frym për qytetarin shqiptar krahasuar me mesataren e Bashkimit Evropian? 35%. Sa 1/3. Nëse qytetari shqiptar ka të ardhurën X, mesatarja e Bashkimit Evropian është 3 herë më e madhe. Thot nëpërmjet insinuatash kryeministri juaj i nderuar se në Shqipëri ka dhe ekonomi informale e të tjera e të tjera. Le të shikojmë treguesin tjetër që nuk e fsheh as ekonomin informale, treguesin e shpenzimeve individuale me fuqinë blerës. Jemi sërish në 42% e mesatares së Bashkimit Evropian. Të fundit në këtë tregues në të gjithë kontinentin evropian, ndërsa në të ardhurën për frym jemi të fundit aty me Bosnjën, herë duke a kaluar, herë duke na e kaluar. Për çfarë arritjesh mund të flitet? Për çfarë
jeni 13 vjet në qeveri. Shkoni dhe vizitoni dhe reklamoni në rrjetet sociale dhëmshurinë tuaj për familjet në nevojë. Çfarë keni bërë për ta? Siç i gjetët kur morët pushteti në vitin 2013, më keq po i lini në vitin 2026 që largoheni nga pushteti. Vetëm spekulim, vetëm mashtrim, vetëm hajdutëri, vetëm korupcion. Dhe këto jo si fenomene sporadike ansore të ngritura në sistem. Juve vidhni me çdo ligj, juve vidhni me çdo projekt, juve vidhni me çdo vendim, në nivel lokal, në nivel qendror. Juve e keni kthyer korrupsionin edhe në instrument të politikës së jashtme. Gjëra të padëgjuara, gjëra të paprecedenta. Prandaj do të ishte e ndershme nëse realisht ka mbetur qoftë edhe një fije ndërgjegjeje që ju shkëput nga militantizmi partijak, të na thoni, me këto rritje galopante të çmimeve gjatë këtyre viteve të fundit që prekin çdo familje dhe çdo individ, sa të ardhura shtesë nga TVSH-ja kishte buxheti i shtetit? Si i administruat këto? Sa shkuan për shtresat në nevojë? Sa për pensionistët? Sa për qytetarin e thjeshtë? Si mund të shpjegohet, zonja dhe zotërinj, se shikoj dhe disa reagime nga deputetë të rinj, çfarë u thoni njerëzve që ju kanë votuar për t'i bindur? Përse në Bullgari, që është një vend i Bashkimit Evropian, karburanti shitet me 1.4 euro, në Shqipëri shitet 1.7. Si do t'i thoni se në Rumani shitet 1.5, në Shqipëri shitet 1.7. Dhe kështu me radhë. Për sa kohë ju mendoni se maska e bamirësit mund të fshehë fytyrën e mashtruesit e të grabitësit? Prandaj, zonja dhe zotërinj, mos bini pre e atyre që keni në krye, sepse jeta parlamentare është e shkurtër, jeta njerëzore është e gjatë. Ju faleminderit. Të nderuar deputet, zonja Spahiu, ai podium dhe ajo karrikat e sipër nuk janë një bunker nga ku ju mund gjuani kundër opozitës dhe mund të shkatroni rregulloren bashkë ekzistencën që duhet të ekzistojë këtu ndërmjet të kundërtave, sepse parlamenti është uniteti i të kundërtave. Shia më e ndyrë dhe më e poshtur është shia që të le heqja një të drejte, dhunimi me dashje i asaj të drejte, pra thyrja lëshiet keqe sikur e jep, sikur e merr. Për sa më takon mua, jam betuar gjithmonë që t'jem një person etik brenda kësaj sallë, mos dal nga vetja, dhe nëse sot ndodhi, unë kërkoj ndjes edhe ju dhe kolegëve, por ju nuk mund të bëni sikur nuk e shikoni kolegun tuaj, në kryetarin e kuvendit, që kërkon fjalën për procedurë, një instrument të cilin unë nuk e përdor shumë shpesh. Dhe nuk mund të merrni urrër nga salla sepse i prishet qefi Tavlan Ballës dhe mbyllni seancën për 5 minuta në një kohë që zoti Balla thyu protestuesit, thyu opozitarët me një term të pahishëm, një term i cili meriton ndëshkim ose të paktën nga kryetari i grupit Partisë Socialiste do duhej një ndjes publike. Nuk mund t'i quash lapanxhoz protestuesit. Kjo është gjuha që ka përdor Ramiz Alia dhe Xhelil Xhoni në vitin 1990 ndaj shqiptarëve që hynë në ambasada, ndaj në mitingun famzi që u bën në sheshin Skënderbej. Ju duhet njihni arsyet pse protestuesit reaguan, pse u ngriten kundër dhe u përballën me gaz lotësielës, me makina uji, me arrestime dhe me dhunë nga ana e policisë. Janë skandalet, është korrupsioni, është pengimi që i bën i drejtësisë, është taksidari i Republikës, gysti që ju rrah ministrat dhe deputetet, sekseri i shtetit, ai që i ka ngritur shqiptarët në protestë. Ndaj zoti Balla, si parlamentari i vjetër që jeni,
mendoj që duhet kërkoni një ndjesë publike ndaj shqiptarëve që protestuan dhe i fyet, ndaj opozitarëve që i provokuat sot në këtë sallë. Me 24 janar, qytetarët dolën në rrugë jo për spektakël, por sepse heshtja po e shndërronte shoqërinë shqiptare në bashkëfajtore. Ju nuk e keni lexuar si duhet atë masë të madhe qytetarësh, ajo nuk ishte një protestë politike, ishte vrasja e frikës, ishte çasti kur qytetarët vendosën të mos nënshtrohen më. Sepse kur frika vritet, pushteti fillon të drillet. Ndaj ju sot jeni më të zbetë dhe do të keni çehre më të keqe nesër. Pranvera do jetë një stin ankthi për ju. Qytetarët, aksionerët e Republikës kanë kuptuar që nuk kemi përballë thjesht skandale, babzi dhe hajdutri. Kemi përballë diçka shumë më të rëndë, një grush shteti institucional, një marrje peng të drejtësisë. Ju keni vënë dorë mbi hetimet, keni kapur institucionet, po zhbeni drejtësinë. Dhe retorikën hipokrite e këtyre viteve ku na flisni si paladin të drejtësisë së pavarur. Të përdorësh termin keqeverisje do të ishte përkëllelje, lëllatim. Por jo, në fakt kemi të bëjmë me një kapje të shtetit, me një kast mafiozën në kryet e tij. Në qendër të kësaj kapje, pas figurës formale të zëvendës kryeministrës Balluku, qëndron një figurë informale, një njeri pa mandat, por me pushtet absolut dhe vese absolute. Ky është gysi i Republikës, ai që i kopanis ministrat tuaj, ai që qorton deputetet, ai që koordinon interesa, tendra dhe ndikim, ai që koordinon krimin dhe pushtetin pa firmë, por me urdhër. Ky nuk është shtet ligjor, ky është regjim klientelist, pa din, pa imam dhe pa fytyrë, ka thjesht surrat. Dhe ndërkohë që drejtësia merret peng, shteti zgjedh të tregojë forcë jo ndaj korrupsionit, por ndaj qytetarëve. Arreston një të mitur, një fëmijë. Unë mendova sot se ministrja e Brendshme do kërkonte falje, do ngrinte një komision hetimor për këtë çështje. Do kërkonte falje se si deputetët e komisariatit numër 1 për orë të tëra nuk u pranuan për një bisedë informative nga shefi i komisariatit. Do të kërkonte falje për gazin e skaduar, për dhunën e sproporcionuar ndaj opozitës, por nuk e bëri. Preferoi të heshte dhe të akuzonte. Ky sot është një shtet që ka humbur busollën morale, i fort me të dobtit, i dobt me të fortit. Dhe kur një shtet fillon të tremb fëmijë, të mbrojt pushtetshmit, ai shtet nuk prodhon me rënd, ai shtet prodhon revolt qytetare. Me 24 janar, qytetarëve ju përgjigjet jo me ofertë demokratike, por me gaz helmus, të skaduar, me makina me ujë, me një polici të shndërruar në narkopolici, me një polici të mbushur me patronazhist ideologjik, me një zell klasor. Keni kthyer orën pas në epoka të cilat mendonim se i kishim harruar. Dhe pse ndodh kjo? Sepse ju mbroheni me forcën e shëmtuar të dhunës, sepse prej vitesh e keni humbur fuqinë e bindjes. Ilir Proda, zari Isuel Çelës është fytyra juaj. Pra, dhuna nuk krijon legjitimitet. Ajo vetëm zbulon frikën e pushtetit nga qytetarët. Dhe megjithatë e keni gabim të rënd, fatal. Populli po ju rrethon. Sepse nuk e mposhtet vullnetin asaj mase të madhe qytetarësh, këtë ta dini. Nuk e thyet guximin e tyre për të rezistuar. Nuk e shuat vendosmërinë për ta luftuar korrupsionin. Vullneti qytetar nuk mposhtet me gaz. Digniteti nuk shpërndahet me ujë. E vërteta nuk arrestohet, as mbulohet me mjegullën lotësjellëse e mbytëse të gazit të skaduar. Dhe sikur kjo të mos mjaftonte, na sillni një kod penal absurd që parashikon burg për parkim dyshe në trotuar. A thua se ky është shqetësimi mallor i Shqipërisë. Kjo nuk është drejtësi. Është marrë ligjore. Është sens absurdi. Është dhunë penale ndaj qytetarit për të fshehur dështimin e shtetit. Nuk qeverisni dot, thjesht kërcnoni. Nuk qeverisni dot, thjesht villni. Nuk binni dot askënd, ndaj ndëshkoni gjithkënd. Por goditja më e rrezikshme është ajo që ju i bëni fjalës së lirë. Organizatat më serioze, ndërkombëtare e kanë thënë qartë. Ndryshimet në kodin penal janë pamjaftueshme, sepse shpifja dhe fyrja mbeten përsëri vepra penale, sepse mbrojtja u jepet vetëm atyre që pushteti vendos t'i quajë gazetar.
Po kush e përcakton? Kush flet? Qeveria, partia, kryeministri, kush? Evropa nuk nje liri me certifikat pushteti. Demokracia nuk nje fjalë me leje. Forma më e rrezikshme e pushtetit është ajo që e bën gënjeshtën normale dhe të vërtetën të rrezikshme. 24 janari tregoi se populli nuk pranon më të gënjehet. Një popull bëhet i lirë në çastin kur refuzon të gënjehet dhe shqiptarët e bën këtë refuzim masiv. Sot ky kuvend ka një zgjidhje të qartë, ose të jetë noter i një grusht i shtetit ndaj drejtësisë, ose të bëhet tribuna e dinjitetit qytetar. Unë zgjidh të dytën, sepse Shqipëria ka nevojë për drejtësi, jo për frikë, për ligj, jo për pengmarrje, për fjalë të lirë, jo për represion. Dhe mbi të gjitha, për një shtet që nuk lufton qytetarët, por lufton korrupsionin. Atë që shteti, qeveria, parlamenti i dal nga zgjedhjet e dhunuara të 11 majit nuk e bëjnë, do ta bëjnë qytetarët së shpejti. Protesta tjetër po ju troket në derë, në fytyrë dhe në stomak, sepse shpirtin e keni humbur ujëllësave të korrupsionit. Një stinë e keqe ju pret. Faleminderit. Zonja kryetare, e dëgjova me vëmendje nën kryetarin drejtuese seancës. Ti ke filluar të bësh edhe këtë edukatorën, po ta mbaroj? Patjetër. Dhe më vjen mirë që nën kryetari u distancua nga një gjuhë jo parlamentare sa i përket kolegu direkt në kryetari tjetër apo në kryetares tjetër kuvendit. Dhe nuk po komendoj. Sa i përket fjalës lapangjos, në gjuhën shqipe lapangjos është njeriu i pa vlerë i cili vepron pa u menduar, këtë thot fjalori i gjuhës shqipe. Dhe nëse nuk e ke kuptuar, po ta ripërsëris, nuk bëj fjalë për disa qindra protestues, antar, simpatizant, militant Partisë Demokratike që ishin protest, po bëj fjalë për një grup zjarri i cili dije i fare mirë me çfarë agjende kishte ardhur, ku ishte pozicionuar, mediat u kanë treguar para fillimit protestës se ku ishin. Bëhet fjalë për disa njerëz që unë nuk i njoh zoti Gjekmarkaj se kishin fytyrën të mbuluar, madje kishin marrë dhe tabelat i kishin vënë dhe pastaj hapën palltot dhe xorrën arsenalin e atyre armëve, të cilët janë armë, një lloj arme e cila duhet sankcionuar dhe duhet rregulluar me ligj të jetë e papranueshme në mjedise publike ku ka shumë qytetar, por një gjë ju a tham dhe po a përsërisim. Ju jeni e vetmja parti parlamentare në Europë qysh nga 1920-a, 1930-a. Sinë Gjakovës ka ndodhur një ngjarje që ende kujtohet nga të gjithë ata malsor të ndershëm dhe patriot. Para togës së pushkatimit, edhe pasi ishte marrë vendimi për të dënuar me vdekje një malsor disident, me cinizëm gjyqtari e pyet: a je ndjerë ndonjëherë në jetën tënde më ngushtë se sa sot? Dhe përgjigja që ai buri mençur dhe patrioti dha ishte po. Po kush që nga kjo ditë tha që më ngushtë se sa para vdekjes? Ka qenë ajo ditë, tha, kur e kam patur të pamundur t'i shtroj sofrën fëmijëve të mi. Këtu na keni sjell ju si majorancë edhe dekada pas kësaj ngjarje. Në një Shqipëri ku gjithmonë edhe më shumë numri i të varfërve dhe numri i atyre që nuk ushqehen dot me bukë, ku drama e përditshme e qindra mira prindërve që e kanë të pamundur të sigurojnë bukën e gojës fëmijëve të tyre, është kthyer në dramën e shumicës së shqiptarëve.
Me të drejtë, dikush do thoshte se po diskutojmë akti normativ. Dhe në fakt, pyetja e madhe që duhet të shtrohet në këtë debat, nga të gjithë ne, deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, është kujt po ja mbledhim këto taksë? Dhe si po i shpërndajmë ato? Po ja mbledhim popullit më të varfër të kontinentit. Dhe po ua shpërndajmë njerëzve më të pasur. Një qeveri që takson bukën e gojës, qumshtin, vezën, ushqimet e shportës, 20%, dhe që takson me 0% oligarkët, investitorët strategjik, a është një qeveri e drejtë dhe a është një qeveri sociale? Pyetja që duhet të shtrohet sot çdo deputet është çfarë përfitime sjell ky akt normativ për pensionistët. Pollum Daullari është një pensionist i nderuar në Korçë. Pensioni i cilit është 5.000 lekë në muaj. Dhe me atë pension jetojnë me atë pension jetojnë 5 antarë. Doni shembull nga Tirana, po, është në Selvia, në kombinat. 9.000 lekë. 9.000 lekë në muaj. Ju do të donit shumë që shifrat 3.7%, rialokime, rishpërndarje, miliona e miliona euro, të ishin në vërteta, por pyetja që unë kam për ju është, a përkthehen këto në bukë, në ushqime, në mirëqenie? A u japin këto shifra pensionistëve mundësinë që me pensionin e tyre mizerabël të shtynë muajin? Ju sot në Shqipërinë e vitit 2026 nuk u garantoni shqiptarëve as ujë të pishëm. Dhe Vlora është dëshmitare për këtë. Jeni ju që e keni kthyer spitalin onkologjik në një agjensi funerale dhe gjithë ato jetë që kanë humbur për 75.000 euro, cilat kryetari juaj i organizatës i konsumon në ditë me 2 shishe verë, janë dhe rëndojnë sot mbi dërgjegjen tuaj. Dikush tha këtu që protesta ishte e dhunshme. Në fakt, edhe unë do të doja shumë që në atë protest qytetarët të kishin në xhepat e tyre vezë, po çmimi i një kokre vezë ka shkuar 500 lekë. Vetëm Erion Braça mund ta blerë vezën më lirë, por do doja gjithashtu që të protestonin me domate në përgjepa. Po sot një pensionist e ka të pamundur të blerë 1 kilo domate në pazar. Sepse është bërë e pamundur të blesh lakrën sot. Sepse është e pamundur të blesh edhe preshin me cilin ju preferoni të fluturoni nga mëngjezi në darkë. Jeni po ju që keni vjedhur dhe vitni çdo ditë edhe bukën e jetimve tek Zyber Hallulli. Sepse jeni ju që keni detyruar sot fermerët e Korçës të blenë mollët në Greqi, që keni detyruar fermerët e Sarandës të blenë portokallin dhe mandarinat në Greqi, sepse jeni ju që vodhët edhe fondet e IPARD-it dhe flisni sot për sukseset në sektorin e bujqësisë. Po ku t'ja thoni këto prallë? Shkoni flisni me fermerët e Maliqit. Shkoni flisni me fermerët e Lushnjës. I keni në protestë çdo ditë. Dhe as dënjoni
ti takoni. Kini sjellë sot një ligj për lëndët psikotrope dhe e vetme aftesë që kam për ju është, ore, ku e pini mallin? Ku e pini mallin? Gjithë në një vend e pini këtë mall? Ose të paktën bëni test droge? Bëni test droge, ose na tregoni se kush janë këto lëndë psikotrope që ju kalojnë në këto fantazira në një vend që u vidhni shqiptarëve edhe thërimet në tavolina. Kështu që prandaj në 24 janar nuk pa dun, pa dy nga simbolet e qeverisës tuaj, pa të fishek zjarret, i keni ndezur një 7-8 herë për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian dhe pat flakët e Molotovit. Të njëjtat flak me të cilat përvëluat pasurinë sfundmi të biznesmenëve të 5 maj, ju dogjët mundin, djersën dhe sakrificat e jetës të tërë për të rrëmbyer pronën dhe për të ndërtuar aty pallatet e krimit dhe të drogës. Sigurisht që lakmia juaj për të vjedhur është më e madhe se dëshira juaj për të ndihmuar të varfrit. Por ju them që përmbysja juaj do të vijë pikërisht nga protesta e të varfërve, të cilët me luk dhe me pirun bosh do të trokasin dhe në duart tuaja. Do të trokasin edhe në zyrat tuaja, sepse ju nuk e meritoni më as një minutë më shumë të qëndroni në pushtet, kur vitni edhe thërimet në tavolinat e shqiptarëve. Unë sot prisja një përgjigje. A mund të na thoni ku janë këto rritjet e pensioneve? Premtuan nga 1 janari të gjithë pensionistët do jetonin në mirëqenie. Ju jo vetëm nuk jeni turp, po ju jeni të pa shpirt. Dhe po kërkoni që ato flak që patni në 24 janar të vjen këtu në këtë sallë. Dhe në fakt i meritoni. Sepse luksi juaj është irritues. Për një vend ku dinjiteti i çdo shqiptari vlen më pak se sa shpenzoni në kafen e parlamentit. Secili prej jush sot këtu ka harxuar 5 apo 10.000 lekë të vjetra për të pirë kafe, për të pirë ujë apo kujt se çfarë tjetër. Seancës, nderuar deputet, dua ta përshëndes marrëveshjen dhe të falenderoj qeverinë italiane për gatishmërinë e saj për të bashkëpunuar, por ndërkohë disa nga trit protestues që ju arrestuat duhet të ishin sot në fakt në auditoret e universitetit, me demek për shijuar frutet e kësaj marrëveshje dhe jo sallën e gjyqit, cilën ja keni bërë peshqesh. Dhe ta dini mirë që kur shteti zgjedh prangat ndaj trive, studentëve, aktivistëve, cilët janë pa armë dhe pa pushtet, atëherë ka humbur debatin me qytetarët. Ju arrestoni rinin dhe qytetarët dhe jo veprën e tyre, sepse ju e dini shumë mirë, rinia dhe qytetarët nuk kanë bërë vepër penale, sepse nëse do flisnim sot për vepër penale, do ishim duke folur për Ballukun, do ishim duke folur për Agaçin, duke folur për Ramën vetë, dhe në qoftë se do ishim duke folur për vepra penale, do flisnim sot për tunelin e Llogaras, do flisnim sot për Akshin, do flisnim sot për Unazën, do flisnim sot për Qafploçën. Por fatkeqësisht padrejtësia, në fakt burgosja, dhuna është karburanti i këtij pushteti, i pushtetit tuaj. Ndërsa ata në fakt duhen falenderuar sepse kanë zgjedhur Trin Shqipëri. Madje jo vetëm kanë zgjedhur Trin Shqipëri, por kanë zgjedhur të protestojnë për drejtat e tyre
Ju i tregoni cepin e burgut dhe qelit, ndërsa duhet reflektoni për revoltën e tyre, se unë besoj që një pjesë e juaj e fjetur tani më e sinqert e pranon revoltën e tyre, ju i gjakosni ato dhe i helmoni me gaz skaduar. Absurdi është se arsyeja e vërtetë e reagimit tuaj është prishja e qetësisë vanitoze të luksit të Paris tuaj, është ndërprerja e goksimës, së pangopsisë, së kësaj parie. Arrestimi i trive nga protesta, dashur deputet, nuk është ruajtje e rendi, ju e dini shumë mirë dhe ata që kanë më shumë përvojë, që ruajtja e rendi është lufta ndaj krimit dhe korrupsionit. Por, fatkeqësisht, kryeministri juaj, jo joni, dhe policia ti nuk mund presin degën ku janë ullur. Janë ata majmunët që nuk mund ndërpresin mbështetjen e tyre, sepse pushteti i tyre dhe uniforma e kësaj policie është bërë pis. Ata tri, bashkë me gjithë qytetarët, e bashkë me policët e thjesht, e din shumë mirë që sot policia shtetit është një bande organizuar në kupolën e saj. Dhe din shumë mirë që në qeverisje ka një grup të strukturuar kriminal drejtuar nga vetë Rama që filtron miliona e miliarda euro në shërbim të interesave ti. Gjithë ju e dini dhe jo vetëm ne që shefi komisariatit numër 1 që bënte cubin me deputetët dhe protestuesit është i emruari i bandave të vorës në atë pozicion. Dhe të gjithë ne, të gjithë qytetarët dhe ju e dini që drejtori i policisë është peng dhe i emruar nga bandat e Durrësit. Dhe ju e dini shumë mirë që kryeministri juaj 24 orë rresht është në komunikim vazhdueshëm me bandat për t'i shpallur ato investitor strategjik. Dhe kjo është mos e vërtet dhe për t'i këmbyer pastaj me favorin e votës. Dhe ju e dini akoma më mirë se fashikujt e Spakut, se kryeministri juaj i kishte dhënë autoritet politik, autoritet më të madh se autoriteti juaj, një personi apolitik, Agasi, për të bërë një zyrë kryeministri bis, ku kapeshim prej hunde me fakte dhe prova deputet, ministra, biznesmen që kalonin me radhë, në zyrën e cilit janë shkarkuar, janë emruar me radhë 3 ministrat brendshëm, drejtor policie, shefa komisariatesh, dhe kjo është e vërteta që ju e dini akoma më mirë se sa gjithë shqiptarët, dhe unë nuk pres që të reagoni, nuk pres fare as të mbroni protestuesit, është larg çdo fantazie, por ky është realiteti i vërtet. Dhe të paktën, ajo që kërkoj unë, nuk është që ta bëni këtë, po kurseni fjalët ofenduese ndaj tyre, fjalët fyese që dalin këtu prej njerëzve që janë zhytur deri në fyt dhe marrin kurajon t'i drejtojnë gishtin atyre që sot kërkojnë të drejtat e tyre. Ju duhet të heqni, sepse ofendimet e dala nga goja juaj megjithatë kanë dhe efektin e kundërt. Ta dini mirë, nuk janë sharje, janë fleta lavdërimi për ta, sepse dalin nga goja juaj. Heqni sepse ju e dini shumë mirë se ato tri janë pjesa më e sinqertë dhe më e vërtetë e shoqërisë dhe njerëzit më me shumë kurajo dhe guxim sa të gjithë ne të marrë bashku. Heqni sepse nuk them që e dini akoma, apo më sakt nuk e pranoni. Por, po ju a themi ne, Rama ka ndërtuar në Shqipëri jo Republikën e bananeve, se do duke shumë egzotike, as Republikën e kumbullave, se do duke shumë baritore dhe idilike. Ka ndërtuar Republikën e korrupsionit dhe kësaj Republike i ka zhvatur, i ka zhveshur çdo gjë me mal, me det, me njerëz, me familje dhe i ka lënë asaj vetëm flamurin dhe himnin. Dhe unë kam frikë që po të vazhdoj akoma do t'i zhbëj dhe ato. Prandaj, rrëzimi i kësaj qeverisje është detyrë qytetare. Megjithatë, ta dini mirë
se në fund, nga reagimi juaj, ka një ironi fatale për ju. Çdo i ri arrestuar është një dëshmi që protesta jon ka goditur në pikën e dur, në nervin e dur, sepse pushtetet e korruptuara nuk prangosin, nuk arrestojnë indiferencën. Jo, pushtetet e korruptuara, narkoshtetet, arrestojnë frikën e tyre dhe sot ju jeni në frikë dhe panik. Faleminderit. Jam informuar, sigur se të gjithë jemi informuar që qoftë qeveria qendrore, qoftë ato vendore, po bëjnë vlerësimin kudo në territor të këtyre dëmeve, për sa i përket aktit normativ të cilin po shqyrtojmë, besoj që e din të gjithë, akti normativ nuk mund të ndryshohet dot sot. Ai o miratohet, o gëzohet. Amendamente mbi aktin nuk bëjmë dot, kështu që ju falenderoj dhe e vlerësoj shumë shqetësimin që ngriti kolegu im, antari grupit tim parlamentar Braçi. Njëherë, unë nuk kërkova ndryshim të aktit. Nuk kam kërkuar, s'kam bërë amendament për ndryshu aktin. Thash që amendamenti që urrëzua me vot 4 javë më përpara, 5 javë më përpara, është sjell nga qeveria me akt. Kaq. Dhe pyeta si duhet votoj unë. Atëherë votova pro, të gjithë votuan kundër, sot çfarë duhet bëhet? Votoj kundër? Kjo është e para. E dyta që është shumë e rëndësishme, në qoftë se nga 30 miliard që është deficiti pa realizuar, këtë thash, dhe ky është veprim kontabël në qeveri, dhe natyrisht orientim më mirë, me thënë, në qoftë se nga 30 miliard lek që mbeten pa shpenzuar, 15 miliard lek do të shkojnë në llogarinë në Bankën e Shqipërisë për pensionet, 15 të tjera të përdoren për të shlyer bujqit. Bujqit është një ekonomi e tërë e dëmtuar, që nuk mund vazhdoj më tutje pa para. Kaq ju thash, për një dynym janë 12.500.000 lek dëm, për një dynym. Llogariteni vetë se sa toka dhe sa sera janë përmbytur. Faleminderit. Të bëja një sqarim për qytetarët, që të hedhësh balë të shumë kollaj të shash, shumë kollaj të flasësh pa baza, po në fakt e vërteta është që për shërbime digjitale Shqipëria është vlerësuar jo nga unë, jo nga kjo qeveri, po nga institucione ndërkombëtare. Ne jemi të 8-ët në Europë për sa i përket ofrimit të shërbimeve digjitale. Ne jemi të 17-ët në botë për sa i përket ofrimit të shërbimeve digjitale. Veprat janë vepra, faktet janë fakte. Orët e radhave, sistemet e ndërtuara kanë ardhur në ndihmë të gjithë qytetarëve shqiptarë që jetojnë në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, sistemet e ngritura për ofrimin e shërbimeve të bizneseve kanë reduktuar kohë dhe para, dhe të gjithë bizneset e kanë mbështetur digitalizimin, pasi në çdo rast ka reduktuar kohë, ka reduktuar para, ka rritur eficiencë dhe ka reduktuar kontaktin ndërmjet biznesit dhe administratës. Është e vërtetë që para disa ditësh ka pasur një problematik në ofrimin e shërbimeve për sa i përket Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Ky disfunksionalitet ka ardhur si pasojë disa ndërhyrjeve në rrjetin e energjisë elektrike, pra pa asnjë lidhje me sistemin e tatimeve, në ndërkohë që disa biznese mbeten ende pa shërbim. Është portali Selfcare, i cili i ofron shërbim bizneseve të cilët deklarojnë 1 apo 2 fatura në muaj dhe koha për të deklaruar është deri në datën 10 shkurt. Pra, asnjë disfunksionalitet në ofrimin e shërbimeve nuk ka ardhur. Është e lehtë thuash pa vërteta, vërtetat janë aty, sistemet e ndërtuara janë aty dhe eficienca e ofrimit të shërbimeve është rritur me shumë fish herë. Shiko, duhet kesh turp në fakt në radhë parë që dalësh të gënjesh bizneset, se qytetarët shqiptar nuk i gënjen dot. Bizneset të cilët sot po përballen me një mungesë, kushdo që gënjen qytetarët shqiptar, kushdo që mashtron bizneset duhet ketë turp, sepse sot i gjithë sistemi është në kolaps.
I gjithë sistemi është në kolaps dhe unë nuk besoj që ka krenari që sot Akshi drejtohet nga një grup i strukturuar kriminal. Bizneset kanë me javë të tëra të cilët nuk dorëzojnë do deklaratat. Bizneset kanë me javë të tëra që përplasen me një sistem që nuk funksionon, megjithëse shkojnë 200 milion euro shtesë në buxhet këtë vit. Bizneset kanë me javë të tëra që nuk dinë se si të raportojnë, kanë me javë të tëra që janë në subjekt i gjobave vetëm prej dështimit të sistemit tuaj. Secili duhet mbaj përgjegjësi këtu për ato që thotë e për ato që bën. Zonja Ministër, unë të sugjeroj meru me punët e tua, mos i vendos fytyrën punëve të tjerëve, meru me përgjegjësitë që ke vetë, sepse unë besoj ishe ke Ministria Financave e tregove se si u largove. Tani, çështja e sistemit të Akshit dhe sistemit i Albania dhe njëkohësisht të gjithë sistemeve që sot kanë rënë prej arrogancës edhe prej përfshirjes së aferave kriminale në tendrat e Akshit, besoj sot është njollë e zezë për Shqipërinë. Jo për qeverinë shqiptare, se qeveria shqiptare me kohë e ka marrë njollë zezë. Të drejtosh tendrat për bizneset nga një grup i strukturuar kriminal, nuk besoj që ka vend tjetër në të gjithë botën, se në rajon as nuk krahasohet. Faleminderit. Seancës, nderuar deputet, dua ta përshëndes marrëveshjen dhe të falenderoj qeverinë italiane për gatishmërinë e saj për të bashkëpunuar, por ndërkohë disa nga trit protestues që ju arrestuat duhet të ishin sot në fakt në auditoret e universitetit, me demek për të shijuar frutet e kësaj marrëveshje dhe jo sallën e gjyqit, cilën ja keni bërë peshqesh. Dhe ta dini mirë që kur shteti zgjedh prangat ndaj trive, studentëve, aktivistëve, cilët janë pa armë dhe pa pushtet, atëherë ka humbur debatin me qytetarët. Ju arrestoni rinin dhe qytetarët dhe jo veprën e tyre, sepse ju e dini shumë mirë, rinia dhe qytetarët nuk kanë bërë vepër penale, sepse nëse do flisnim sot për vepër penale, do ishim duke folur për Ballukun, do ishim duke folur për Agacin, duke folur për Ramën vetë, dhe në qoftë se do ishim duke folur për vepra penale, do flisnim sot për tunelin e Llogaras, do flisnim sot për Akshin, do flisnim sot për Unazën, do flisnim sot për Qafploçën. Por fatkeqësisht padrejtësia, në fakt, burgosja, dhuna, është karburanti i këtij pushteti i pushtetit tuaj. Ndërsa ata në fakt duhen falenderuar, sepse kanë zgjedhur Trinë Shqipëri. Madje jo vetëm kanë zgjedhur Trinë Shqipëri, por kanë zgjedhur të protestojnë për drejtat e tyre. Ju i tregoni cepin e burgut dhe qelit, ndërsa duhet reflektoni për revoltën e tyre, se unë besoj që një pjesë e juaj e fjetur tani më e sinqert e pranon revoltën e tyre, ju i gjakosni ato dhe i helmoni me gaz të skaduar. Absurdi është se arsyeja e vërtetë e reagimit tuaj është prishja e qetësisë vanitoze të luksit të Paris tuaj, është ndërprerja e goksimës, së pangopsisë, së kësaj parie. Arrestimi i trive nga protesta, dashur deputet, nuk është ruajtje rendi, ju e dini shumë mirë dhe ata që kanë më shumë përvojë, që ruajtja e rendi është lufta ndaj krimit dhe korrupsionit. Por, fatkeqësisht, kryeministri juaj, jo joni, dhe policia e tij nuk mund presin degën ku janë ulur. Janë ata majmunët që nuk mund ndërpresin mbështetjen e tyre, sepse pushteti i tyre dhe uniforma e kësaj policie është bërë pis. Ata tri, bashkë me gjithë qytetarët, e bashkë me policët e thjeshtë, e din shumë mirë që sot policia e shtetit është një bande organizuar në kupolën e saj. Dhe din shumë mirë që në qeverisje ka një grup të strukturuar kriminal drejtuar nga vetë Rama që filtron miliona e miliarda euro në shërbim të interesave ti. Gjithë ju e dini dhe jo vetëm ne që shefi komisariatit numër 1 që bënte cubin me deputetët dhe protestuesit
është i emruari i bandave të vorës në atë pozicion. Dhe të gjithë qytetarët dhe ju e dini që drejtori i policisë është peng dhe i emruar nga bandat e Durrësit. Dhe ju e dini shumë mirë që kryeministri juaj 24 orë rresht është në komunikim të vazhdueshëm me bandat për t'i shpallur ato investitor strategjik. Dhe kjo është mos e vërtet dhe për t'i këmbyer pastaj me favorin e votës. Dhe ju e dini akoma më mirë se fashikujt e Spakut, se kryeministri juaj i kishte dhënë autoritet politik, autoritet më të madh se autoriteti juaj, një personi apolitik, Agasi, për të bërë një zyrë kryeministri bis, ku kapeshin prej hunde me fakte dhe prova deputet, ministra, biznesmen që kalonin me radhë, në zyrën e cilit janë shkarkuar, janë emruar me radhë 3 ministrat brendshëm, drejtor policie, shefa komisariatesh, dhe kjo është e vërteta që ju e dini akoma më mirë se sa gjithë shqiptarët, dhe unë nuk pres që të reagoni, nuk pres fare as të mbroni protestuesit, është larg çdo fantazie, por ky është realiteti i vërtet. Dhe të paktën, ajo që kërkoj unë, nuk është që ta bëni këtë, po kurseni fjalët ofenduese ndaj tyre, fjalët fyese që dalin këtu për njerëzve që janë zhytur deri në fyt dhe marrin kurajon t'i drejtojnë gishtin atyre që sot kërkojnë të drejtat e tyre. Ju duhet të heqni, sepse ofendimet e dala nga goja juaj megjithatë kanë dhe efektin e kundërt. Ta dini mirë, nuk janë sharje, janë fleta lavdërimi për ta, sepse dalin nga goja juaj. Heqni sepse ju e dini shumë mirë se ato 3 janë pjesa më sinqertë dhe më e vërtetë e shoqërisë dhe njerëzit më me shumë kurajo dhe guxim sa të gjithë ne të marrë së bashku. Heqni sepse nuk them që e dini akoma, apo më sakt nuk e pranoni. Por, po ju a themi ne, Rama ka ndërtuar në Shqipëri jo Republikën e bananeve, se do duke shumë egzotike, as Republikën e kumbullave, se do duke shumë baritore dhe idilike. Ka ndërtuar Republikën e korrupsionit dhe kësaj Republike i ka zhvatur, i ka zhveshur çdo gjë me mal, me det, me njerëz, me familje dhe i ka lënë asaj vetëm flamurin dhe himnin. Dhe unë kam frikë që po të vazhdoj akoma do t'i zhbëj dhe ato. Prandaj, rrëzimi i kësaj qeverisje është detyrë qytetare. Megjithatë, ta dini mirë se në fund nga reagimi juaj ka një ironi fatale për ju. Çdo i ri arrestuar është një dëshmi që protesta jon ka goditur në pikën e duhur, në nervin e duhur, sepse pushtetet e korruptuara nuk prangosin, nuk arrestojnë indiferencën. Jo, pushtetet e korruptuara, narkoshtetet, arrestojnë frikën e tyre dhe sot ju jeni në frikë dhe panik. Faleminderit.